Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hëngri vetëm patate për një muaj dhe ajo çfarë ndodhi më vonë e la pa fjalë. Sa më e zënë të jetë jeta, aq më e vështirë është të motivohesh për të ngrënë shëndetshëm. Në qoftë se ju do të pyesni dikë për mënyrën më të shëndetshme të jetesës, sigurisht që mund të merrni shumë përgjigje të ndryshme. Një nga këto përgjigje vjen edhe nga një 36 vjeçar me emrin Andrew Flinders Taylor, i cili vendosi që të hajë vetëm patate. Ai tha se dëshiron që të shikojë ushqimin vetëm si një karburant dhe jo si diçka që ja kontrollon jetën. Dhe kjo është ajo që e shtyu atë të konsumojë vetëm patate. Sigurisht ai po provon mënyra të tjera të ngrënies së patateve. Një muaj pasi hëngri vetëm patate, ai humbi 22 kg. Por a është kjo dietë me patate një ide e mirë? Duket se doktorët e tij mendojnë kështu. Kjo për shkak se patatet janë të pasura me kalium, vitaminë C dhe fibra. Por doktorët thonë se patatet kanë mangësi për shkak se ato nuk ofrojnë mjaftueshëm proteina, kalcium, vitamina E dhe K. Taylor gjithashtu thotë se nuk do ta ndalë këtë dietë derisa diçka të shkojë keq, por një gjë është e sigurt, ju nuk mund të jetoni vetëm me patate. Kjo dietë gjithashtu me patate, e cila do t'ju bëjë të humbisni në peshë, është një dietë mjaft e thjeshtë. Kjo përbëhet nga kosti i ulët në yndyrë dhe patate të zjera. Kur këto produkte vihen në kontakt me njëri tjetrin, ju japin ndjenjën e ngopjes. Dita e parë, mëngjesi, ju duhet një filxhan kos, një patate e zjerë dhe pa krip. Dreka, një filxhan kos, 2 patate të zjera pa krip. Darka, 2 gota kos. Dita e dytë, në mëngjes ju duhet një gotë kos, në drek një gotë kos, 2 patate të zjera pa krip. Darka ju duhet një gotë kos, një patate e zjerë pa krip. Dita e tretë ju duhet një patate e zjerë pa krip në mëngjes, një gotë kos dhe patate pa krip në drek dhe në darkë një gotë kos. Ka një dallim të madh mes patateve të skuqura dhe atyre të zjera. Patatet e skuqura janë plot me yndyrna shumë të shëndetshme për shëndetin, ndërkohë patatet e zjera janë absolutisht të shëndetshme për ju. Shumë studime të kohëve të fundit kanë treguar se janë të mrekullueshme për shëndetin. Dëshmia më e mirë për këto studime është ky plan diete i cili do t'ju ndihmojë ju që të humbisni në peshë disa kile. Patatet janë plot me minerale dhe vitamina ku përmbajtja e fibrave e përshpejton procesin e tretjes. Ka 75 kalori dhe 100 gram patate, e cila është më pak se një gotë me lëng të freskët portokalli, e cila ka 90 kalori. Patatet jeshile janë helmuese sepse përmbajnë alkaloid si solanine dhe arsenik, të cilat janë në mbi dozë. Pjesa jeshile në lëkurën e patatës është një klorofil dhe tregon se patatja është ekspozuar në dritën ku toksina natyrore e patates, solanina, është koncentruar në mënyrë të dëmshme. Prandaj ju gjithmonë duhet të bëni kujdes që të zgjidhni gjithmonë patate sa më organike dhe sigurisht të jenë patate tepër të shëndetshme. Nga ana tjetër, patatja është cilësuar si mbretëresha e bimëve barishtore dhe është një aleate e fuqishme për shëndetin ton. Ajo përmban gjithashtu potasium, vitaminë C, karbohidrate, është shumë e mirë për të neutralizuar diabetin, ndihmuar kocka dhe gjithashtu hidratuar lëkurën. Patatet rezultojnë të pasura me vitaminë C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e dëmeve të shkaktuara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit gjithashtu i bën ato të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Fetat e patateve janë të shkëlqyera dhe në rastet e djegjeve të vogla, ndërsa mielli i patates mund të jetë i vlefshëm për të hidratuar gjithashtu lëkurën tuaj
dhe ndihmojnë jashtëzakonisht në aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve. Në rast të gastritit apo ulçërave të stomakut dhe kolitit, patatet janë shumë të pasura me karbohidrate komplekse, teje të këshillueshme për çdo i cili vuan nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet që të shpërbëhen në sheqerna të thjeshta përpara se të jenë gëlltitur, që të hyjnë në qarkullim në mënyrë të ngadaltë. Gjithashtu, për të kontribuar edhe në mbajtjen më të gjatë të glicemisë. Patatet të japin ndjesinë e ngopjes, çka ndihmon edhe në mbajtjen nën kontroll të urisë dhe gjithashtu humbjes së peshës. Prania e shumë vitaminave si C dhe B kompleks ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Kjo është edhe arsyeja pse patatet bëjnë pjesë të pashmangshme në regjimin ushqimor. Tretja, me që patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti i bën patatet një ushqim për pacientët, foshnjat dhe sigurisht për ata të cilët nuk tresin dot ushqimet e forta, por që kanë nevojë për energji. Por le të kujtojmë se nëse hajnë shumë patate rregullisht, duhet të dini se shkaktojnë aciditet në afat të gjatë. Patatet gjithashtu përmbajnë edhe sasi të konsiderueshme të fibrave. Kujdesi i lëkurës. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh se vitamina C, vitaminat B kompleks dhe mineralet si kalium, magnez, fosfor dhe zink janë të vlefshme për lëkurën. Përveç kësaj, tulli i shtypur i patates i përzier me mjalt shërben gjithashtu edhe për një fytyrë të shkëlqyer, për qeskat poshtë syve dhe njollat në fytyrë. Përsëri, kjo maskë, në qoftë se do të aplikohet në vendet e djegura, do të jap një lehtësim të shpejtë. Reumatizma, vitaminat, kalciumi dhe gjithashtu magnezi ndihmojnë për një lehtësim në organizëm dhe sigurisht për të trajtuar reumatizmën. Uji marrë nga patatet e zjera jep gjithashtu një lehtësim, por për shkak të përmbajtjes së lartë të nisë shtesë ose karbohidrateve ajo tenton që të rrisë peshën e trupit, gjë e cila mund të jetë me efekte negative te pacientët reumatik. Ftohja, patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm apo të jashtëm. Ato heqin inflamacionin të zorrë dhe sistemin e tretjes dhe janë një ushqim i mirë për ata që kanë ulcer në gojë. Patatet e shtypura mund të aplikohen për të lehtësuar inflamacionet e jashtme, djegjet e të tjerë. Truri, funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës i furnizuar me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acidet yndyrore siç është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjitha nevojat e përmendura. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak, gjë e cila nuk lë për lodhje trurin dhe e bën atë aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesor hekurin. Patatet gjithashtu përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë këtë funksion. Fosfori dhe zinku të gjetur në patate janë të vlefshme për trurin. Sëmundjet e zemrës. Përveç vitaminave B kompleks, C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, lutein dhe zeaksantine të tjerë, të cilat janë shumë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Por përsëri patatja ngre nivelin e glukozës në gjak dhe konsumi i tepërt çon në trashje, gjë e cila mund të vërë në presion të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit e diamosur dhe diabetik. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.